po nëse ne kemi lënë një procedurë të gjatë kohor, atëherë edhe shërimi do të jetë më i kadajshëm. Ne shpesh shohim raste kur fëmijët apo antarët e familjes e sjellin fëmijën e tyre për trajtim, ata presin që korrigjimi i skoliozës do të bëhet brenda javëve, brenda ditëve, mirëpo një gjë nuk është e mundur. Ne i sqarojmë se si do të jenë procedurat, se si do të bëhet korrigjimi i skoliozës, mirëpo gjithmonë duhet të jetë në kontrollat e vazhdueshëm. Rekomandohet që çdo 6 muaj të bëhet edhe një radiografi, një vertebrogram i boshtit kurrizor dhe të shikohet ecuria apo progresi i shërimit të skoliozës. Nuk mund të themi se skolioza nuk është e pashëruar, ajo shërohet, po do në trajtim të vazhdueshëm dhe të kujdesshëm. Një fizioterapeut duhet i rekomandoj, për shkak se ata duhet të trajtohen me vitet e tona, me muajt e tonë, kështu që ne nuk mund të qëndrojmë gjithmonë me ta. Bëjmë seancat e para, i rekomandojmë na familjarëve të mësoj ushtrimet dhe t'i vazhdoj. Mirë po kohë pas kohe, pas disa muajve të bëhet prap kontrollat vazhdueshme dhe të shikohet ecuria e zhvillimit të saj.